Ekstrema SHPK është një tjetër biznes i cili do t'jetë pjesë e jona në Trend of Words dhe pikërisht kam sot CEO-n e Ekstremës. Faleminderit shumë Izmir Jola, një emër pak i ndërlikuar por shumë i bukur. Faleminderit juve. Ne kemi kënaqësi që ju patjetër keni arritur të merrni një ndër çmimet më të rëndësishme sa i takon. Faleminderit. Ishte shumë e sjellshme nga ana juaj dhe kjo ftesë për kompaninë tonë. Kënaqësi është e jona. Dhe nisim kështu për startin dhe për të njohur pak publikun edhe më shumë me Ekstrema. Ekstrema në vetvete çfarë biznesi është dhe si operon? Themi pak historinë e Ekstremës. Ekstrema ka lindur që nga dhjetori 2017-s. Kemi disa vite që operojmë në tregun shqiptar. Jemi më shumë të fokusuar ndaj shërbimeve business to business dhe ndaj sektorit të investitorëve të huaj që duan të vinë dhe të operojnë në tregun shqiptar. Në investimet që mund të jenë dhe investime imobiliare, po mbi të gjitha aktivitetet dhe bizneset të cilat duan të vinë o të kryejnë transferimin e shoqërisë të tyre nga jashtë vendit në Shqipëri, apo të kenë një sedi tjetër dhe këtu në Shqipëri. Pra, konkretisht investitorët cilët vinë për të zgjeruar tregun e tyre në Shqipëri ose shqiptarë që shkojnë në Ballkan. Po. Sepse ne aktualisht po punojmë si për tregun e Shqipërisë, jemi futur gjatë dhe po punojmë dhe për tregun e Kosovës, domethënë dhe një pikë tjetër është edhe në Itali, patjetër. Po. Por investitorët shqiptar të cilët kanë nevojë ata të zgjerojnë në tregun e tyre jashtë Shqipërisë, po dhe është një gjë. A është ndërlikuar të merresh me të huajt dhe a ka interes nga të huajt për të bërë biznes në Shqipëri apo për të investuar në prona këtu tek ne? Çdo aktivitet ka ndërlikimet e veta, që kështu normalisht që ka vështirësitë e veta. I ndërlikuar nuk mund të them varet nga situata, nga aktiviteti në aktivitet, nga problematika në problematik, por ka të vështirësitë e veta, nuk është e pamundur. Jarim që thonë me sukses të çojmë gjërat deri në fund, po sigurisht ka vështirësitë e veta. Edhe shqiptarët njëkohësisht teksa investojnë jashtë vendit edhe patjetër. Ne ndihmojmë më shumë për pjesën e tregut shqiptar deri tregjeve europiane që ata të kenë pika reference të besueshme, transparente për ato çka ata duan të bëjnë, që mos të gjenden me asnjë lloj pa kënaqësie të parë. Këto vite eksperiencë në këtë fushë të biznesit, çfarë problematika është ke ndeshur dhe janë ato të cilat ndoshta janë pak më të shpeshta si problem? Problematikat janë nga më të ndryshme. Problematika më e madhe që ne kemi hasur, duke qenë se vendet e tjera janë pak më të zhvilluara, si nga ana teknologjike, si nga ekonomike, si nga mundësia ta them edhe këto. Nga njerë kanë gjetur mos përputhje për disa gjëra që ata duan të bëjnë. Di që ju e motivoni shumë shpesh edhe stafin që punon për ju. Çfarë mesazhi do të na përcjellni sot në Trend of Words për të rinj, për investitorët, për klientët, për këtë fushë të biznesit? Ajo që mund të them nga eksperjenca ime nga gjithë këto vite është që duhet guxim. Duhet ta gjesh atë guximin brenda vetes dhe ta provosh. Dhe kur janë gjëra të cilat janë disfata, asnjëherë nuk janë disfata, por ka gjithmonë një gjë pozitive brenda tyre. Ndoshta për momentin nuk do ta kuptosh. Të duket ajo sfida shumë e vështirë, por pastaj në një të ardhmen ti do të kuptosh që ajo ka shërbyer për diçka, që kështu një person duhet të gjejë atë gjë të cilën e ka pasion dhe e bën përpara të gjitha të ndihet mirë që po e bën. Unë këtë gjë që e bëj sot është pasioni im. E bëj një gjë që e bëj me shumë dëshirë, me shumë kënaqësi. I them gjithmonë dhe personelit dhe stafit tim që gjeni diçka që juve sa herë që e bëni të ndjeni komod dhe të jeni komod, ta shijoni në fund të ditës, sepse është një kohë shumë e gjatë për të cilën ne shpenzojmë në punë. Merrni iniciativa të bëni një gjë që juve ju bën të ndjeni mirë, ndjeni të realizuar dhe asnjëherë mos ishni dorë ndaj të mësuarit dhe të studiuarit. Nuk mbaron asnjëherë. Domethënë mësimi, studimi nuk dalon aty me vitet e para të universitetit, duhet jeni gjatë kohës konstant, edhe kurioz që të keni sa më shumë përfitim dhe përfitim personal mbi gjitha. Se ekonomiku pastaj është rrjedhor se pasoja asaj çka ju jepni. Ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e jona. Faleminderit juve. Kënaqësi që je pjesë e Trend of Words. Faleminderit. Ishte shumë të sjellshëm. Bye bye.